Reflektim në ditët e fundit. Jemi në fundin e një muaji të madhërishëm, në netët e fundit e Ramazanit. Kanë mbetur edhe pak nga ky udhtim shpirtëror, dhe zemra e besimtarit ndjen një përzierje emocionesh, gëzim për adhurimet e kryera dhe trishtim për ndarjen nga ky muaj i bekuar. Ramazani nuk është thjesht një muaj agjerimi, ai është një shkollë, një mundësi për pastrim, një rikthim tek Allahu, dhe ndërsa po largohet, ai na lë pas dhurata të mëdha, dhurata që mund të ndryshojnë jetën tonë. Në Kur'an, Allahu na kujton se agjerimi është bërë obligim që ne të arrijmë devotshmërinë, për të bëhemi më të ndërgjegjshëm për Zotin tonë. Dhe kjo është një nga begatit më të mëdha që Ramazani na lë, afrimi me Allahun. Gjatë këtyre ditëve, shumë prej nesh janë kthyer në namaz, kanë lexuar Kur'an më shumë se zakonisht, kanë bërë lutje në orët e natës, zemrat janë zbutur, syt janë mbushur me lotë, dhe shpirti ka ndjerë një qetësi që ndoshta nuk e kishte ndjerë më parë. Kjo lidhje me Allahun është një dhuratë që nuk duhet ta humbasim në përfundimin e Ramazanit. Një tjetër mirësi që Ramazani na ka lënë është disiplina dhe kontrolli i vetes. Për ditë me radhë, ne kemi ndaluar veten nga ushqimi dhe pija, nga dëshirat dhe nga gjërat që mund të na prishin agjerimin. Kemi mësuar të kontrollojmë gjuhën, syt dhe veprimet tona. Ky është një trajnim shpirtëror dhe moral që na mëson se njeriu është i aftë të përmbahet dhe të zgjedhë të mirën mbi të keqen. Po ashtu, Ramazani na ka mësuar durimin, durim në uri, në etje, në lodhje, por edhe durim në sjellje, në komunikime të tjerët. Sa herë kemi përballuar situata të vështira duke thënë, unë jam agjërueshëm. Ky durim është një pasuri që duhet ta marrim me vete edhe pas Ramazanit. Një tjetër begati është ndjenja e solidaritetit dhe bamirësisë. Gjatë këtij muaji, shumë njerëz kanë ndihmuar të varfrit, kanë dhënë sadaka, kanë ndarë ushqimin me të tjerët. Kemi ndjerë më shumë dëmshuri për ata që janë në nevojë. Ky shpirt i dhënies është një nga vlerat më të bukura që Ramazani na mëson, dhe sigurisht, një nga begatit më të mëdha është falja e mëkateve. Profeti Muhammed alayhi salam ka treguar se kush agjeron në Ramazanin me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, atij i falen mëkatet e kaluara. Sa mundësi e madhe. Një muaj i tërë për të filluar nga e para. Por tani që jemi në ditët e fundit, lind një pyetje e rëndësishme. Çfarë do të mbetet nga Ramazani në jetën tonë? A do të vazhdojmë të falemi si në Ramazan? A do të vazhdojmë të lexojmë Kur'an? A do të vazhdojmë të jemi më të mirë me njerëzit? Sepse vlera e vërtetë e Ramazanit nuk është vetëm në atë që bëjmë gjatë tij, por në atë që mbetet pas tij. Këto ditë të fundit janë një mundësi e artë për të përmbyllur këtë muaj në mënyrën më të mirë, për të kërkuar falje, për të bërë më shumë adhurime, për të shpresuar që Allahu ta ketë pranuar agjerimin tonë. Dietarët kanë thënë se një nga shenjat e pranimit të një vepre të mirë është ajo që pasohet me një tjetër vepër të mirë. Prandaj, në këtë ditë të fundit, besimtari përpiqet më shumë, lutet më shumë dhe shpreson më shumë, sepse nuk e dim nëse do të arrijmë Ramazanin e ardhshëm. Në fund, Ramazani po largohet, por ai po na lë një amanet, të jemi më të mirë, më të pastër, më të afërt me Allahun. Dhe ndoshta dhurata më e mirë që ai na lë është kjo, një zemër që e njeh Zotin e saj, dhe një shpirt që dëshiron të qëndrojë në rrugën e drejtë. Le të mos e lëm të dritë të shuhet, edhe pasi Ramazani të ketë përfunduar.